Mirëmëngjes të nderuar teleshikues të drita televizionia, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 31 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje. 1279 para erës son. Ramsesi II bëhet faraoni i Egjiptit antik. 1223. Betejë e lumit Kalka. Ushtria mongoleze e Genghis Khanit e udhëhequr nga Subutai e mund Keivan Rusin dhe Kumanët. 1669. Duke përmendur dobësimin e shikimit, Samuel Pepys shkruan aktivitetet e fundit në ditarin e tij. 1759. Provinca e Pensilvanisë i bllokon të gjitha prodhimet e teatrit. 1790. Alfred Manuel Kuiper eksploron Juan de Fuca Strait. Lindje. 1443. Lindi Margaret Beaufort, nëna e Henrit VII. 1469. Lindi Manueli I Portugalis. 1535. Lindi Alessandro Allori, piktor italian. 1557. Lindi Feodori I Rusis. 1613. Lindi John George II. 1656. Lindi Marlene Marais, kompozitor irlandez. Vdekje. 1349. Vdekje Thomas Wake, politikan anglez. 1408. Vdek Ashikaga Yoshimitsu, shogun japonez. 1410. Vdek mbreti Martin I Parë I Aragonis. 1495. Vdek Cecile Neville, nëna e Eduardit të IV dhe Richardit të III. 1558. Vdek Philip Hobby, politikan anglez. 1594. Vdek Tintoretto, piktor italian. Festa dhe përvjetore. Dita botërore kundër duhanit. Sot do t'ju njohim me biografinë e Mendelejevit, I cili ishte një kimist rus. Për më tepër, ju të ndiqni materialin e përgatitur. Dmitri Mendelejev, kimist rus, lindi më 27 janar 1834 në Tobolsk të Siberisë, Rusi. Vdiq më 2 shkurt 1907 në Shën Petersburg, Rusi. Mendelejevi u bë I njohur për punën e tij mbi klasifikimin periodik të elementeve, publikuar në 1869 dhe sot njihet si tabela e Mendelejevit. Ai deklaroi se elementet kimik mund të rradhiteshin sipas një mënyre të caktuar që do ta lejonte parashikimin aftësive të elementeve të pazbuluar ende. Në familjen e tij, ai ishte fëmia më I vogël, I 13 sipas Michael Gordon, biograf I shumë shkencëtarëve. Në moshën 14 vjeçare pas vdekjes të Daatit, Dimitri filloi studime në gjimnazin e Tobolsk. Në 1849 e gjithë familja u shpërngul në Shën Petersburg. Me gjithë kushtet e rënda ekonomike, Mendelejev vazhdoi studimet. Menjëherë pasi u diplomua, u detyrua të pushonte për disa kohë pasi u sëmur nga tuberkulozi. Në 1885 u transferua në një gadishull pranë detit të Zi, ku filloi punë në një gjimnaz. Në 1856 u kthye sërish në Shën Petersburg. Ishte vetëm 25 vjeç kur shkoi të punonte në Heidelberg për krah 2 dietarëve të mëdhenj siç ishin Robert Bunsen dhe Gustav Kirchhoff, që nga viti 1859 deri në 1861 qëndroi në Paris, ku bëri kërkime të rëndësishme me densitetin e gazrave dhe studioi mbi funksionimin e spektroskopit. Në 1863 pas rikthimit në Rusi u emërua profesor kimie në Institutin e Teknologjisë dhe njëkohësisht punoi në Universitetin e Shën Petersburgut, ku në 1867 do të caktoi profesor kimie. Në 1866 një Uland zbotoi ligjin e oktavave. Mendelejevi gjithashtu kishte punuar mbi
ruse. Për këtë arsye, më 17 gusht të 1890, Dimitri dha dorëheqjen nga Universiteti i Shën Peterburgut. Në 1893 u emërua drejtor në zyrën shkencore të parashikimit të peshës dhe masës. Pikërisht fal Mendelejevit u zbulua se përqindja optimale e alkoolit për vodkën ruse ishte 40%. Në shkurt të 1905, puna e tij u vlerësua nga Royal Society me çmimin Copley. Dimitri Ivanovich Mendelejev u nda nga jeta më 2 shkurt të 1907 në Shën Peterburg, ku dhe u varros. Elementi 101 i zbuluar në 1955 u quajt Mendelevelium, pikërisht në nder të këtij kimisti të madh. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për diçka tepër të rëndësishme. Në tavolinat tona, ditët e sotme nuk mungojnë produktet e mishit, por kur kanë filluar njerëzit konsumimin e mishit? Njerëzit kanë filluar të konsumojnë mish që nga kohërat prehistorike. Këtu është një përmbledhje e shkurtër e zhvillimit të kësaj praktike. Paleoliti i hershëm, rreth 2.6 milion vjet më parë, dëshmit më të hershme për konsumimin e mishit nga njerëzit datojnë që nga periudha e paleolitit të hershëm. Homo habilis dhe Homo erectus përdorin vegla prej kuri për të therrur kafshët dhe për të prerë mishin. Gjetjet arkeologjike në Afrikë tregojnë se këta hominid të hershëm ndoshta konsumonin mish të kafshëve të egra dhe të ngordhura. Neandertalët, rreth 40.000 vjet më parë, neandertalët, të cilët jetonin kryesisht në Europë dhe Azinë Perëndimore, ishin gjithashtu gjuetar të aftë dhe konsumonin mish rregullisht. Dëshmitë arkeologjike tregojnë se ata gjuanin kafshë të mëdha, si mamutët dhe rinocerontët e leshtur. Homo sapiens, paraardhësit tanë të drejtë për drejtë, Homo sapiens kanë konsumuar mish që nga fillimet e tyre, ndërsa Homo sapiens modern u përhap në të gjithë botën, ata vazhduan të gjuanin dhe të konsumonin një gamë të gjerë kafshësh. Revolucioni neolitik, me fillimin e bujqësisë dhe demeskimin e kafshëve, njerëzit filluan të kultivonin dhe të rrisnin kafshë për mish, qumësh dhe produkte të tjera. Ky ndryshim shënoi kalimin nga një mënyrë jetese nomade të gjuetisë dhe mbledhjes në një mënyrë jetese më të qëndrueshme dhe të bazuar në bujqësi. Dieta e neandertalëve. Studimet e izotopeve të azotit dhe karbonit në kockat e neandertalëve tregojnë se dieta e tyre përbëhej kryesisht nga mishi i kafshëve të mëdha, si mamutët, rinocerontët e leshtur dhe trerët e mëdhenj. Diversifikimi i dietës. Homo sapiens tregoi një aftësi të mëdha për adaptim dhe inovacion. Ata gjuanin një gamë të gjerë kafshësh dhe gjithashtu filluanin të peshkonin dhe të mbledhnin produkte detare. Dëshmitë arkeologjike tregojnë se Homo sapiens përdorin vegla guri kockash dhe druri për gjueti dhe për punim të mishit. Teknologjia dhe strategjitë e përparuara. Homo sapiens zhvilloi teknika më të sofistikuara gjuetie, duke përfshirë përdorimin e shtizave, harqeve dhe shigjetave. Përdorimi i këtyre mjeteve lejonte gjueti më efikase dhe kapjen e një game më të gjerë të kafshëve. Domestifikimi i kafshëve. Me zhvillimin e bujqësisë, njerëzit filluan të domestifikojnë kafshët për qëllime ushqimore. Kafshët si delet, dhit, lopët dhe derat u rritën për mish, qumësh dhe produkte të tjera. Kulturat agrare. Shumë kultura të hershme u mbështeten në një kombinim të bujqësisë dhe blegtorisë për të siguruar një dietë të qëndrueshme dhe të ndryshme. Kjo periudhë shënoi kalimin nga një mënyrë jetese nomade në një mënyrë jetese më të qëndrueshme dhe të bazuar në bujqësi. Zhvillimet në periudhat historike. Në qytetrimet e hershme si Egjipti i lashtë, Mesopotamia, Greqia e lashtë dhe Roma e lashtë, konsumimi i mishit ishte një pjesë e rëndësishme e dietës së njerëzve. Kafshët e blegtorisë ishin burime kryesore të mishit. Mesjeta dhe rilindja. Në Europën mesjetare dhe gjatë rilindjes, mishngrënia mbeti një praktikë e zakonshme, megjithëse dieta e njerëzve ndryshonte në varësi të klasës shoqërore dhe të rajonit. Fisnikëria shpesh kishte akses më të madh në mish se sa fshatarët. Koha moderne, me përparimet në teknologji dhe transport, konsumimi i mishit u bë më i përhapur dhe më i arritshëm për popullatat më të gjera. Proceset industriale të përpunimit të mishit dhe zhvillimi i fermave të mëdha shtuan prodhimin dhe shpërndarjen e mishit. Dietat bashkëkohore. Sot konsumimi i mishit është një praktikë globale, megjithëse preferencat dhe zakonet variojnë nga kultura në kulturë. Në dekadat e fundit ka pasur një rritje të interesit për dieta të bazuara në bimë dhe për alternativa të mishit për arsye shëndetësore, etike dhe mjedisore. Tani u ftohet të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar.
Territori shqiptar për datën 31 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites në disa zona malore priten vranësira kalimtare dhe rreshje të dobta lokale. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe në relievet lindore mund të ketë zhvillime të përkohshme të vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi 15 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 31 gradë Celsius. Durrës 19 deri në 29 gradë. Kavaj 18 deri në 29 gradë. Elbasan 17 deri në 31 gradë Celsius. Berat 18 deri në 32 gradë Celsius. Korçë 13 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë 19 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër 15 deri në 29 gradë. Sarandë 18 deri në 30 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 31 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të vranësirave në disa zona malore pa rreshje domethënëse. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:03 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 13 deri në 29 gradë Celsius. Odujev 11 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj 12 deri në 29 gradë. Pej 14 deri në 29 gradë. Prishtinë 11 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov 15 deri në 29 gradë. Malishev 14 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan 12 deri në 29 gradë. Ferizaj 12 deri në 29 gradë Celsius. Kaçanik 11 deri në 28 gradë Celsius. Suharek 14 deri në 29 gradë Celsius. Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Bashkë të rishimi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni që ashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rijat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.